sa përket çështës së luftës, ka qenë periudha më e lavdishme. Popullit shqiptar mund të them ndoshta që nga periudha e Skënderbeut ka qenë një luftë e drejtë, çlirimtare e pashmangshme, të cilët e kanë bërë djemt më të mirë të këtij vendi. Fatmirësisht ka gjenë mbështetje edhe nga fuqitë më të mëdha, këtë rast NATO, Shtetet e Bashkuara, edhe jam shumë i lumtur që këtë betejë ka fituar Kosova me mes të ndërkombëtar. Ndihem keq sinqerisht për ata që janë në Hagë, sepse jam padrejtisht. Kam bërë një luftë të drejtë për çlirimin e vendit. Dhe pres që ata të rikthehen në shtëpitë e tyre të lirë për periudhën kohore, për proceset që kanë ndodhur, që ata kanë bërë luftën, ashtu siç ka qenë mos miri, ashtu siç kem ditë e kem bërë luftën.